Okej, po shikojmë disa çmime shumë të rëndësishme. Dhe të kujt e janë, do thoni ju? Të Ermal Hadribejaj. Shkojnë familje dhe që i marrin bashkë. I cili është kampion botë në WBC, por edhe Adrian Hadribejaj, dy vëllezër mjaft të suksesshëm në fushën ose në arenën e ringut. Një arenë jo të lehtë, mund të themi. Arena ndërkombëtare flasim. Ndërkombëtare. Patjetër, nuk ja u heqim si titull. E keni kompletësisht të mëzore kemi fitu, jo për gjë. Na keni bërë krenar. Ermal, ti e kthyer në Shqipëri tashmë sepse ditën e diel do zhvillohet një event shumë i rëndësishëm siç është ky i WBC-s në Tiranë dhe ti mbron sërish titullin sa herë për herë të nëntë. Për herë të nëntë. Shumë e saktë, prandaj jam këtu për ditën e diel 23 nëntor te Parku Olimpik. Pa themi çdo që i kemi gjithë shqiptarët atje për suport. Edhe kam për herë të nëntë, kam luftuar shumë për këtë titull, jam stërvit për ditë. Që të mbaj performancën time më të shkëlqyer, në poshtë kundërshtar shumë herë dhe më të fortë. Dhe ja ku jemi sot, prapë përpara shqiptarëve, ku do i bëj, jam shumë krenar, që do i bëj dhe krenar, po që shumë rëndësishme ta mbroj këtë titull tu. Ermal, nga 1 te 100, sa 0% shanse ka që ti ta humbësh këtë titull? Me 0 humbje. Një lojtar me 0 humbje dhe vetëm fitore. Asa të 0,1% që nuk ta qua. Çfarë quan ti Ermal, për kushtim të jashtëzakonshëm apo her pas here dhe fat? Fitore të tuat një pasnjëshme të këtij titulli. Për kushtim dhe disiplinë. Disiplinë dhe ambicin që kam unë për të bërë kampion bote. Ti renditesh në vendin e 6 në WBC? Në 6 në WBC, po. Në botë. Super. Dhe pas këtë fitore, ke ndonjë rritje në kategori? Në rast se fiton këtë. Kam, unë jam në top 10 për momentin, kështu si çdo gjë tjetër. Unë kam bërë detyrën time për të sfiduar kampionin botëror. Dhe thjesht pres momentin e duhur, marrëveshjet e duhura, domethënë se është biznes i fortë, si çdo biznes tjetër që duhet të arrish në ato lloj marrëveshjesh. Gjë që po e bëjmë, po flasim me agent ndryshe, me agentin që kam personale menaxherët. Kështu që nuk besoj se do marrë shumë kohë, po të mbarojmë ndeshjen e radhës 23 nëntor me sukses. Edhe vitin tjetër mund vi me një. Është presion i madh Ermal kur përfaqëson Shqipërinë, le të themi në një farë mënyrë, pasi ti do e ke ndeshjen këtu në Shqipëri apo jo, në Tiranë. Kështu që është presion në vete kjo, rritet tensioni kur luan në Shqipëri. Është pak, por si që thash, me disiplinën dhe përkushtimin që unë kam pas të ky sport dhe përgatitjet që unë kam janë intensivisht shumë mdhaja, më thënë për ditë, servitim 3-4 orë në ditë, më thënë kam dhe vetë besimin, jo se kam vetë besimin, po e kam vetë besimin nga puna, që kam arritur deri tani. Kështu që atë e lej më njanë atë lloj presioni. E tha yt vlla, s'ke ndërmend ta lëshosh. Atëherë ti thua nuk ke ndërmend ta lëshosh. A si ndihet për këtë gjë? Ti e marr para Ermalit me. Po, ja marr shumë po përpara. Momentin që filloi Ermali e ndjeva se çfarë ndjeshin të tjerët për mua, se ishte era e parë. Po e kemi marrë për Ermalin, tash jemi shumë... Po, po edhe ty nuk të lëm pas, ti e kampion në MMA. Po, Kështu që paka shumë janë, le të themi, fusha të ndryshme, nuk është janë njësoj, boksi me MMA-n, të lidhet pak me artë marciale të mikse. Sporte luftarake, boksi ndryshe, MMA-ja është dhe më ndryshe, ka ndërthurjet shumë sporteve, gati gjithë sporteve luftarake. Për shumë, një boksier arrin që të shkoj atje, një karateist shkon atje një mund. Ti kështu ke njësur? Unë kështu kam njësur, duke qenë një nga të parat e kombëtares karates që vite më përpara, që në çdo aktivitet, kam qenë 16 kampion kombëtar në ekipin e karates në Evropë, në botëror, në Ballkan. I arrita gjithë ato që duhej në atë moshën time dhe pikëqëllimi im ishte gjithmonë shumë i largët
qa është next, do me thënë. Dhe ti 21 vjeç, 20 vjeç, uftove mora drejt çantën Amerikës. edhe Çanta kurris. kalova oqeanin. Drejt Amerikës ti shkove me plan, pra kishe një kontratë paraprake, apo shkove për të provuar fatin? Drejt Amerikës unë shkova sepse në atë periudhë, sa po ishe formuar kjo që po bëhet globale tash, që është UFC-a, MMA-ja, edhe ishte direkt për të sfiduar veten. Sepse Kishte një objektiv në kokë të më. po, duke u rritur me sportin këtu, shikoja moshën 18 vjeçare, çdo sportist, në momentin që ti mbaron ato gjimnazin, fillon jeta reale. Po. Kupton, nuk ke mundësi më të merresh me sport, njerëzit mundohen kapin punë, familje, edhe shikoja që kush ishte sportist, arritën atë moshë, aja e ty ishte maksimumi, e kupton, edhe unë e urreja që të isha ai, e kupton. Dhe ashtu ndodhi, dhe më shkova atje, ishte Po kushtë shumë të mbështetje atje? Se të shkosh në një vend, pa dikë që ketë njërë, pa ditur se si funksionojnë gjërat. Në radhë parë, në mbështeti, kisha vajzën e Xhajes atje, që më hapi derën, pasaj pak nga pak... Shkove me viza, po aplikove për viza së kohë. Po, kisha vizën. Kisha vizën. Vizën e kishim marrë për aktivitete, sportive, për të shkuar. Shkuam do të kisha dhe thash, diqa ta provojmë njërë fatin edhe... Guxove. Guxova, ishte shumë vështirë, po që ishte një drejtim që mora që ja vlejti. Adi si mba mend ato vitet e para? Je marrë me njëherë me sport, je marrë me gjëra të tjera konkretisht, derisa të stabilizohesh pak, duke qenë se qëllimi ishte sporti, po nuk shkove me një ekip, shkove vetëm. Po, e ka qenë kështu se në momentin që shkova, rria aty në Google, bëja search aty kush është klubi, kush është kjo, kush është ajo, në njerëz dhe fati, kupton, arrita të shkoja në derën e duhur. Nuk është të më qoj dikush, po sikur, ke parasysh. Me kërkimet e tua. Që u takova me trajnerin që e kam akoma sot për sot, sepse që e kam prioritet gjithmonë nga jeta. Kur filloj diçka, kam qef t'jem besnik, më fjaltritem. Nuk më pëlqen asnjëherë ato, ka shumë sportistë atje që shkojnë nga gjimi në gjim, nga trajneri në trajner. Në momentin që bën ti atë, nuk ke më vlerë për vendin tënde, kupton, edhe prandaj edhe njerëzit nuk të respektojnë ashtu siç duhet. Pra besnikaria është një çelës kryesor dhe i fortë në është kudo, jo vetëm sport, po kudo edhe në jetë. Patjetër. Ermal, ti e ke pas më të lehtë të katapultohesh në tregun ndërkombëtar, vetëm për faktin. Jo, për faktin që si duket e ke pasur pak rrugën e shtruar për shkak të Adit. Të kanë ndihmuar, të ka dhënë këshilla. Ermali mund ta kishte të lehtë të rinte në profesionin tim. Unë qa bëra, emigrova për herë dytë në Amerikë. Në më thonë nga Michigani, emigrova dhe herë në Miami. Në fillova komplet dhe dërgjo, aty dhe më thonë nuk një... E nise nga zero? Nga zero, sa në momentin që lëviza atje, nuk ishte më vlaj, bëj këtë hika aty, puno të gjitha bashkë, stërvitja këtë. Edhe sport ishte i ri për Ermalin, boks ishte ndryshe. Emigrova vënd të ri për herë dytë në Amerikë, plus një sport komplet tjetër që s'ka të bëj fare me me. Pra të desh ta nisi nga zero prapë edhe aty? Në dy gjëra ndryshme, në dy... Në e në sport bënim, ndeshje ka fazi, MMA, mixed martial arts. Por që të shkosh atje, duhet të nxjerrësh disa të ardhurat. Ky lloj sporti ju ka nxjerrur që fillim të ardhurat, apo jeni detyruar të bëni edhe punë të dytë? Fillime janë punë të dyta gjithmonë. Punë të dyta, servitje, biles unë kam qenë pa gjuhë anglishte, pa dokumenta, pa, domethënë, isha kështu me met, si ta them. Nga çdoa, na kupton. Çfarë ke punuar Ermal në fillim kur ke shkuar? Për çfarë je marrë? Përveç në restorante jam punuar. Restorante, tamarier. Edhe në një kohë servitje njerë që s'kam lënë asnjëherë, që këtu deri atje. Një dhe gjë kam bërë që në në Tiranë këtu, dhe kur shkova atje, thash, ore, prapë do e bëj këtë gjonën, shkullë e 5 vite tjera. Më kisha marru punë me gjitha pjesë, pasaj fillova procesin prapë nga para. Dhe më thënë, ajo pjesa mentale, dhe më thënë, më mbajti më shumë, se është shumë e vështirë ta pranosh. Pasioni dhe dëshira e madhe për... Shkosh në Amerikë, dhe më thënë, këtu e ke bërë, je ndërtuar, pasaj shkosh dhe në Amerikë, fillosh prapë një në gjë prapë nga zera, ishte shumë e fort, ta përballoje mentalisht. Ti ke qenë 23-24 vjeç?
Po, disha ri. Dhe për sa kohë i bëre të dyja njëkohësisht? Domethënë kur fillove ti të nxjerrje fitimet e para nga sporti për të jetuar? Le të themi mbas 3-4 vitesh në Miami, sakrificë. Po tash ka dashur shumë gëzim dhe durim. Po, shumë. Tash, jemi rrit e lind këtu, jemi bërë shumë të fort, edhe mentalisht kam qenë jashtëzakonisht. Menduar ndonjë moment që u je lodhur nga puna, ke qenë i dërmuar fizikisht, e thënë se bëj, do ta lë. Shumë, domethënë ka pas ditë që unë zgjohesha, domethënë fuqia për të bërë shërbime ka qenë zero, motivimi zero, domethënë i sakatuar le të themi. Por që si unë, si Adriani që tha... Disiplina kicks in, si thonë. Jo, po, është shumë rëndësishme që tha Adriani që unë u lidha me trajnerin që në fillimet e tij dhe qëndroi besnik. Unë kam bëjt një gjë, i dhash besim sepse po nuk ti tregove dikujt punë, disiplinë për ditë që unë po e bëj, dikush tjetër nuk intereson. Ato shikojnë shumë sportista, vinë e ikin edhe... Si janë Adik, në krahasim, nëse mund krahasojmë pak me trajnerët unë në Shqipëri, si janë atje? Besoj, janë dita me natë, ndryshojnë, apo dhe ne këtu trajnerët në Shqipëri po përpiqen t'japin maksimumin? Ka shumë trajnera këtu, se unë e shikoja, kam qenë trajner vetë para se të shkoja. Unë kishit para dhe bekimin e këto. 18 vjeç, unë pa ta hap ekipin tim, isha trajneri ekipit kombëtar, edhe kisha 3 ekipe në Tiranë. Edhe kur ke sportista investohesh shumë. Kur investohesh, kur del diçka, edhe vritesh, edhe shpirtërisht, sepse ke investuar dhe jo, nuk është puna koha e kështu, po ke investuar se ke besim, ky do bëhet kampion, ky do jetë e ardhmja, kështu. Që vjen një moment, bum, ai të shkon ke një ekip tjetër, të shkon atje, edhe fillon... Ne këtë gjë se bënim do të kur, unë këtë gjë se kam dashur për vetet ma bëj dikush, që për shumë ma kanë bërë, pa dashje kështu. Edhe jemi rrit me këtë frymë. Po kur se kam... Adi, në çfarë viti ke shkuar në Amerikë? Unë kam shkuar në 2011. 2011, si ka qenë ajo periudhë atëherë? Nëse mund ta krahasosh me Ermalin, Ermali tha kam punuar në restorant, ka pasur probleme, po në kohën tënde ka qenë akoma pak më e vështirë. I fituar atje në Amerikë, sepse kanë, po ta shikosh, kanë ardhur shumë daç sportista, doktora, të njohur, VIP, gjitha. Atje nuk është kollaj. Në moment që ti e shko atje, je askushi, je si gjithë, nuk të pyet njëri. Do të di se që ke bërë Shqipëri, ke qenë drejtor ose ke qenë... Mas e ke diçka që e ke pas më njanë këtu, vjen atje, ti ikën shumë shpejt ato të ardhua që e ke, që du t'i fuzosh punës. Unë atë kam bërë, e për ty pa qenë fillim, e pash, se qa do ndodhi, qa s'do ndodhi, unë fillova, kam bërë shumë punë, si gjithë, qëllova, mora kam marrë dhe zanate atje, që më kanë ndihmuar, që kam hapur dhe bizneset tashi mbrapa. Në momentin e parë që pata dhe mundësi, kemi hapur një bashkë dhe me Nusën Armanda, kemi hapur një klub karate, MMA-je, boksi, një shkollë. Edhe ajo ishte gjëja që gjithmonë e kam dashur. Djema, përpara një ndeshje, apo pas një ndeshje, një humbje, një fitore, është njëri tjetri telefonata juaj e parë? Po pa tjetër, gjithmonë. Gjithmonë e kemi mbështetje njëri tjetrit, dhe gjithmonë dhe e kemi. Kështu që më përpara kam marrë urimin. Më përpara kam qenë... Po kritikën? Ja, mëse... Je për mali kritika? Kritika mbrapa, po fiton është vetëm urimi, se kritika t'i lejmë mbrapa. Kemi bërë të fundit sparring bashkë me njëri tjetër. Para sa ditës. Para sa ditës. Po po gjithë shenja kënë Para sa ditës, mundoshin ta... Kështë marrë malli për grushta. A ja dini pikat e dobta njëri tjetrit? Qofin e i pik dobës. Hama. Kur jeni në stërvitje bashkë, për shumë, e di që pik të dobët, do më të sulmoj të kjo element, për shumë. Ose një gjë që ti e më base pak më i mirë. Po. Digjo, ti quesh The Eagle, Shqiponja, ishte The Sniper. E di ku është pika Keni dhe dobët. nofka tuaja. Që jam vllai vogël. Të toleron, do me thënë? Do toleroj. Që nuk toleron, ajo është gjithë. Vllai vogël. Vllai tolerohet. Tolerohet, që ke gabim se dhoni vogël jam. Fut e bjerit, dem, nuk do t'ja dje, ishtë vllai madh. Nuk e as çaj bën, nuk e as çaj thu. Shiko, Ermal, unë pas Po mirë, di keq për dy këtë tani. Pas një foto me Jake Paul, mos ga bëj? Po, Jake Paul? Nuk e di ku. Ermali. Ermali, po pra. Arre, se unë i ndjek paka shumë të ndeshjet e boksit. Jo vetëm, po dhe UFC. A është vërtet boksier ai?
Ka, dhe më të në diskutima, jo po ka e shumë lek, jo po... Më të them një detaj të vogël për Jake Paul, ai e ka nisë pothuajse karrierën si boksier për një herë me mua, në njëjtën kohë. Okej. Gjë që ai, domethënë po ti je ndeshesh me atë, nuk është shaka. Jo, patjetër. Se është stërvit, është përmirësu, domethënë ditë godasi. Sigurisht që është profesionist. Edhe ka 6 vjet, 7 vjet që stërvit. Jo, ai ka gati 8 vjet edhe Gati 8 vjet. Duke pas edhe mundësi financiare gjitha, ai stërvitet shumë kam. Ai ka me personal training, me personal condition, gjithë i ka në kohë. Mirë, do bëhesh i mirë. Po fillimet kanë qenë kështu. Unë si besoj shumë tyre ndeshjeve. Ndeshjeve është tjetër gjë, por ai punatia fizike është efektive. Ka ndeshje për shfaqje? Keni arritur, keni bërë ndeshje thjesht për shfaqje? Kush ne? Po, si që janë këto WWE, çfarë janë këto ndeshje që jo, ndeshje fake do me thënë. Jo, nuk. Ekzistojnë dhe i shesin si vërteta, ndodhin këto? Ndodhin shumë. WWE është ma thjesht për... Ky sa thotë për shembull në UFC apo MMA apo në boks, ka ndeshje që janë të mund të shesin. Janë shitur ato, po, ekzistojnë. Për shembull një skandal ndodhi tash me UFC-n, ishte një që është edhe FBI-a gjithë janë bërë kështu involved përfshirë. Ishte një fighter, kishin bërë bet në Las Vegas, Bast, që ai tumte $16 milion. Edhe ishte bërë red flag direkt, me fjalë ishte gjukuar, u kryzuar në rrjet. Edhe se në UFC nuk ndodhin me fjalë, i vjen gjithmonë më të fortin me më të fortin, kampionin direkt, domethënë nuk ka ashtu. Edhe në fjalë ndodhin, në boks edhe më shumë domethënë. Ndodhin. Ja kanë ofruar ndonjëherë juve të tipit që bëj fjalë për $16 milion. Po, ju fitoni miliona të tilla se kjo lloj basti kështu $16 milion? Pa, ta lejmë për në fund. Kush është më i pasur nga ju të dy? Kush fiton më shumë realisht? Si kjo direkt, punë shqiptare. Si punë sporti, domethënë. Ose në sport. Në sport, okej. Varen që nivele është ku bëndë si që është tek. Jo, dhe më të paguan më mirë MMA apo boks? Shiko si Varet sa famë... Mirë përgjigjoni pyetjes parë atëherë. Në MMA fillon, që në momentin që ndeshjen e parë, ti fillon paguash. Në kupton në çdo... Kurse boksi ka një lloj të avasht, po kur shkon maj, është me fjalë ndërtohet, po kur shkon maj vlerësohesh dhe më shumë. Ndeshjen e parë sa e paguar? Po. Sa ka qenë? E para. Ndeshja e parë profesionale ka qenë diku ke $8,000-10,000. Ky ka bo lek në filmin. Jo, më fjalë direkt, unë kështu. Kurse boksi funksionon ndryshe, boksi shpenzon shumë. Tiknin, që i meri dhe argjoje, i prishi. Ja, me shpenzon. Do investimi bërë, të investimi. Maja ka qenë kështu, kurse boksi është si federat këtu, e kupton? Të marrin lek për të licencimin, të marrin lek për këtë... Me pak fjalë të green. Me fjalë të... Në Shqipëri? Jo, No, në Amerikë. Të green. Armal, ndeshja kur është edhe njerë ta përsërisim? Me datë 23 nëntor E dje. në Parkun Olimpik. Ora 4. Ditën e diel. Pas 2 ditës. Dhe kë ke kundërshtar ti aty? Një kolumbian. Kolumbian. Ja ke parë si është si lojtar, është i fortë? Është i fort, por... Be me forcë Ermali. Jo, po i besoj punës, disiplinës edhe... Ka ndonjë taktik që ti mund t'i druhesh atij, që ai e ka... E ke studiuar disi? E kam studiuar, domethënë, është i qëndrueshëm, do të më bizotëroj ringun, por që unë kam pothuajse të njëjtën stil ose të njëjtën teknik që e kemi studiuar, kështu që besoj, shpresoj të jetë ai që do të bizotëroj ringun, sepse unë jam ai që duhet take over. S'ke asnjë humbje në karrierë? Në boks, jo. 21 vjeçare. Si shkon kjo? A po ti? Unë kam në komplet karrierën e MMA-s, kam 24 fitore edhe 2 humbje. Si kujton ato humbjet? Kush ka qenë dhe a ke ndërmendje marrësh hakun? Sporti i MMA-s nga që është shumë e hapur, shumë komplekse dhe ka... Unë si kam qenë nga karateja, kam pjesëm në e parë, për shumë, ndeshem direkt. Po aty ke shumë mundësa. Me jiu-jitsu, po, unë do të kapin e i pozicion që s'ke qa i bën edhe ti më i fortish. Cili ka që dëmtimi më i fort që keni marë?
Ti Adi e kujton? Mbase ajo mund të ketë sjellë dhe humbjen, ai ka qenë dëmtimi në fizik, gjë që të shkaktoi humbjen? Para kam marrë shumë dëmtime, gjithmonë kam munduar ta ruaj veten e kështu, po dëmtimi më i madh ka qenë kur unë kam pas 2019 në ndeshje, ishte ndeshja 10 profesionale, ku pa pritur unë ndeshje pata një dëmtim edhe më kaput kjo ligamenti kraut. Mu desh bëja operacion atje, mu desh ndjeja 19 muaj jashtë sportit, edhe qëlloj që direkt në basaj ndeshje, më ofruan UFC, më ofruan kontrat për ndeshje, edhe më s'kisha as 2 javë që kisha bërë operacioni. Kjo që do me thënë ka qenë momenti më i vështirë, po është diçka që nuk ka qenë e shkruajtur. Po, nuk ka qenë, e vërtet. Ndërkohë, Ermal për boksierët tonë zakonisht nuk e kanë të kërcin e hundës. Me ty, ka ndodhur? Jo, kam qenë mirë me hundën, nuk e kam Po, s'ka asnjë humbje. Kam thy duart. Duart? Duart, po. Tani thua lëndime apo thyrje thyrje? Gishtat, pjesën... Gishtat. Thyje këto për shumë. Kam thyrë dorë gishtin këtu. Jo gishtin, po pjesën e kësaj. E kockës këtu. Po, edhe këtu si që shini. Gjatë ndeshjeve, apo gjatë servicit? Pjesa ku mund të nxjiheni duket normale ju, kam përshtypjen. Po. Po dori kuperime të ndalon çik pjesën... Nëse ty të shty dora, imagjino çfarë kanë ndodhur kundërshtarët. Po, për ne thash vetëm duart kam Po, i keni pësuar në një dëmtim kundërshtarëve, në një dëmtim që e keni parë, që i bëra unë këti tani. Thyrje hundësh, çarje, sysh, veshësh. E keni për krenari këta, apo ju vjen keq? Janë pik, mo, janë pik. Unë... Do hash ose do japësh? Drejt. Më ka qelluar disa herë të shikoja që ka ndodhur me këto që kanë bërë ndeshje. Kupton që shkon rekordet? Gati shumica aty s'kan bërë ndeshje mbrapa mi. Po, edhe më ka ndodhur, ja. Ndodhur. E kanë marrë si traum. Po, pra ju kur futeni në ring, nuk keni mëshirë. Kjo është. Do bëjmë jeni... Si një qelës tjetër që aktivizohet dhe... Një lloj adrenalini. Nuk si ju vim se kur ishini në tokë që i keni thyer hundët dhe duart. S'ke që i basaj. Sa jeni gjithmonë në ndeshjet e njëri tjetrit? Kush u shoqëron më shpesh? Po, kemi qenë. Kemi qenë qik larkë. Jemi qik larkë, se me avioni me Diorë gjys edhe... Diorë gjys Ka ndonjë ndeshje që ke humbur, që i ka munguar... Ka diçka tjetër që ka të bëj me këtë edhe... Tash Ermali është munduar të bëj ndeshje sa më afër Shqipërisë, nga që ke pra një mungon. Dhe për mua ka qenë shumë vështirë që të shkëpusja. Sepse me familje, fëmijë, puna, vetë. Po këtë herë ka ardhur Kastile për ndeshjen. Po, direkt për ndeshjen. Dhe ju takoheni në Shqipëri pas shumë vitesh. Ne takohemi në Shqipëri. Ose arrum ta vërmendim. Jemi të dy bashkë në Tiranë, Shqipëri, mbas 14 vitesh. 14 vite. Ju keni ardhur për një secilin në kohën që kishte. Ermali, ka qenë Ermali, s'kam qenë unë. Nuk kemi rastis. Zime dhe për familjen. Pra, Adi, për këtë arsye erdhe Po, kjo ka se kishit kopa u takuar në Shqipëri për mall, apo sepse kjo është një ndërtesë më të rëndësishme dhe për Ermalin, duke qenë se... Unë sa isha para 2 javësh. Se e themi, i kam familje, cuna, dhe jam shumë krenare për cuna që i kam kaqezës, dhe tjeri por i ka shurë se është dëndri, dhe ka takimin e parë, me fisin e nusës. Po, e para fisin e nusës, dhe dyta janë boksierët. Kështë sillu mirë. Realisht unë keni bërë shumë krenar, mua të parën dhe gjithë familjen tonë. Edhe ne jemi krenare për ty, gjitha rritje, ta thoja këtu publikisht. Jemi shumë krenare të gëzuar edhe vazhdoni më para. Me këshu punë, me përkushtim. Krisa ka që gjithmonë më shkathë. Më shkathë e fisit. Edhe ju realisht. Më vjen mirë që keni marrë shumë nga njëri tjetri dhe jeni support, po mbi gjitha keni pasur dhe supportin e familjes. Tezën ma keni bërë me zemër, po nuk ka gjë. Do jetë ajo, do ju vi të ndeshja, pa tjetër. Vjen është do ndeshja, si duron e zeza. Ju e bani. Tregoj dhe histori tjetër. I kisha, kër ishte vjetë, kisha në Amerikë edhe unë bëra një ndeshje për titullin, që fitova titullin atje, edhe kisha dhe babin dhe mamin. Edhe ishte e fort se... Se më kujtuar një për ne. Ishte e fort, thotë babi, mos e merë, sepse për mamin, mos e merë, se do... Ishte atë që do mërziti, do qantës, do ashu.
Edhe janë dhe foto në qolla. Mami ishte e para që thoshte bjeri gjuj? Po, këtë babin mes aty, se në momenti që isha ndesha kryesore finale dhe iftova i sola, ta shumë i silin qik prindrit, i silin aty. Dhe nga krenaria kështu edhe ishte babi që të madhe do të filloj të qajtë e kështu. I të dhe mami ti, i të dhe... Që bërë, Babi qatë dhe hallin e babi ndërko. Që mami e provoj që ishte aty, nuk më Ishte fort, ju ka parë nga ekrani, është regjur. Edhe një pyetje të fundit kam unë për Ermal. Patjetër, si mund mungoj? Pyetja fundit. Unë kam gjithmonë këto të fundit. Faza përgatitore besoj shkon goxha mirë, apo jo? Për ndeshjen. Në ushqimin si e këto ditë? Si ka në Shqipëri. Është gati të virën figët. Jo, Para se dishim u peshoni, se çdo ditë peshoni mëngjes, që thëmë, jam kaq tash duhet më hangër pak më pak, edhe kështu që ta arrit nesër me atë peshë. Sot nuk e kam të liruar fare. Sot nuk do as fare ushqim. Sot do testoj veten mentalisht, sa do që ndroj. Ti du të humbasësh rreth 3-4 kg the deri të 3-4 kg dielën, deri të shtunën. Deri të shtunën. Deri të shtunën. Do më thënë, Deri nesër. Nesër ne kam peshime. Unë për ato 3-4 kg nuk e heq dot për 6 muaj. Po në mëso si ti heqim, o Ermal. Po më falë ato se i më do i marrësh Ato janë shumë ato veten, e pastaj momenti që bën peshimin, ti e rikuperon direkt. Ndërkohë ti mund të pish ujë, lëngje, çajra apo asgjë. After peshim, mrapa peshimit. Pas Mrapa peshimit. peshimit. Ri afër Adi, mbaje mirë djalin Do se më kush thënë, e di. gjithë kësaj jave kam ngrënë shumë pastër, jo brumra, vetëm proteinra, me sasi të vogla, qik mëngjes, sa jam zgjuar, pasaj mbas stërvitjes, rreth orës 7-8, kjo ka qenë mëngjesit dhe Dikon darka pesha ime. në sensi nëse nuk ke në peshën e duhur në lojë? Duhet jenë të dy në Jo, do t'jemi Duhet jemi të dy, ndryshe sidomos çfarë do? kur ndeshesh për një titull, nuk është e tolerueshme as grami, për që janë shumë serioze pjesa e mund ta peshqit. heqësh. Rrezikohet ndeshja, pra nuk luhet. Rrezikohet Të heqim titulli, mund bëhet ndeshja. kundërshtari mund ta anullojë ndeshjen. Gjobiten, duket, ka dhe raste. Po mund t'i japësh 20-30% për shembull të Kundërshtari, nga pjesa e fitimit. Ka disa marrëveshje që bëhen. Ja, pra, kjo është disiplina e kampionëve. Ndryshe nuk bëhet. Bravo I ju. veni kusht ato, se do të Janë detyroheni. kushtet që ju Po, pra. deri diku Ne na ju pëlqen forcojnë. njerëzit, ne kemi diskutuar vazhdimisht në studio, pa çka se ne këshillat i dëgjojmë, po nuk është Edhe pas emisionit ne mas direkt. emisionit shkojmë aty te veni ku ham sikur s'kemi ngrënë E, kur. po ne të paktën si jemi kampion, nëse vlen kjo do të vret me një gjë. Shqyr që nuk kemi. Ka kush i ban titullit, kështu që Ermal, që të uroj shumë suksese. Faleminderit Ne do të shumë, vim të edhe juve. shikojmë me patjetër dhe Do vim patjetër. Zor ju të pres. ishte titull. Patjetër do vim. Dhe Adi presim ndeshjet e tua tani. Se tani fokusin e kemi te Unë tash Ermali. e kam bërë kështu që të vi sa më shpesh, kështu që Okej. besoj se Do kismet të shkojmë dhe edhe ne ty këtu. e kismet edhe në një ndeshje këtu do ishte ka qenë ëndër për mua në fillimet që kam ikur, pastaj u ashu atje, për janë 10 vjet zvija dot, po kismet kam qef edhe unë një ndeshje kam qef ta bësh. zhvilloj. Shqipërinë. Dhe me gjasa ka për të ndodhur. Çuna shumë faleminderit, ishte shumë Faleminderit. kënaqësi, Shumë shumë kënaqësi. suksese. Bisedë E sigur, kot me uro suksese si sigur që e ka të vetin, për herë ka të 10, për herë të fituar, 90 dhe 11. Mirë, pra. Tani do kalojmë një hapësirë të shkurtër publicitare dhe pas pak na vijnë 3 vajza shumë të talentuara. Ikim.